Është mbajtur në Pogradec mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak për muajin shtator 2025. Mësohet se gjatë gjithë ecurisë së kësaj mbledhje, projekt vendimet e saj u rikthyen në vendime pas miratimit të anëtarëve të Këshillit Bashkiak Pogradec. Konkretisht bëhet fjalë për deklarimin e konfliktit të interesit nga këshilltarët për vendimarrjen lidhur me çështjet e rendit të ditës. Projekt vendimin e miratimit të proces verbalit të datës 28/8/2025, leximi i vendimeve dhe konfirmimet e prefektit për mbledhjen e kësaj date. Projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga Fondi 6% i kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike për muajin gusht 2025. Projekt vendim për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2026-2028 për Bashkinë Pogradec faza e dytë. Projekt vendim i miratimit të rregullores financimit të projekteve kulturore, artistike e sportive. Projekt vendim për kriteret, procedurat e dhënies së titujve të nderit, si dhe vendosjes së emërtesave të rrugëve, shesheve, territoreve, institucioneve dhe objekteve në jurisdiksion të Bashkisë Pogradec. Projekt vendim për miratimin e bonusit qiras për çdo të rinjt Agron Lipo, përparim Shkullaku, Avni Muço e Shkëlqim Zykon, Bashkinë Pogradec. Raportimet nga Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit për punë e kryer gjatë periudhës janar-gusht 2025 dhe planifikimet deri në muajin dhjetor 2025.